Policia e Sarandës ka arrestuar shtetasin Agron Cane, 62 vjeç, duke akuzuar atë për ngacmim seksual ndaj një gruaje dhe vajzës së saj. Sipas njoftimit zyrtar, 40 vjeçaria me inicialet OG, që është dhe denoncuese e kësaj ngjarje, i ka kërkuar personit në fjalë një vend pune për shkak të gjendjes ekonomike jo të qëndrueshme. Por përgjigjja e Agron Canes ka qenë se do të kishte vendin e punës nëse ajo dhe vajza e saj 14 vjeçare do të kryenin marrëdhënie seksuale në këmbim të këtij nderi. Në një deklaratë për mediat, Ministria e Brendshme bën me dije se ka nisur hetimet ndaj shtetasit Agron Cane dhe njofton se Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë është duke vijuar veprimet procedurale për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje, si dhe për vënien përpara përgjegjësisë ligjore dhe autorit të saj. Për ngjarjen ka reaguar dhe deputeti i Partisë Socialiste Koço Kogdima. Ai mohon akuzat që Cane të ketë qenë sekretar për punësimet apo më këmbës i deputetit në Sarandë. Sipas Kogdimës, 62 vjeçari ka qenë një prej aktivistëve të zonës, që kishte si detyrë të dëgjonte ankesat dhe kërkesat e qytetarëve të zonës, si dhe të përcillte ato më pas në zyrën e deputetit në Tiranë. Sekretari i deputetit Koço Kogdima është kapur në flagrancë duke kërkuar favore seksuale për emërimin e një gruaje në punë. Ndërkohë që pritet transmetimi i kësaj videoje, një skandal edhe më i madh po ndodh, ku gjithë strukturat e qeverisë janë angazhuar me presione dhe mjete tjera për të bërë të mundur manipulimin e rrethanave. I kërkojmë policisë shtetit të ndërhyjë menjëherë, sigurisht dhe prokurisë shtetit, të ndërhyjnë menjëherë që të ndalojnë këtë maskaradë që po ndodh ditën për diell, ku beu pervers i Sarandës dhe Jugut, krau i djathtë i Edi Ramës Koço Kogdima, me manjakët e tij kërkojnë ta mbyllin çështjen.